Përshëndetje hot, desha të pyes çfarë roli të madh luan Aliu radhiyallahu anhu tek shiat. Përshëndetje. Atëherë Aliu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, për ne si Ahlus Sunnet, është njëri prej shokëve më të zgjedhur të Muhamedit alayhis salam. Është halifja i katërt i muslimanëve. Pra halifja i katërt i drejtë. Është njëri prej 10 përgëzuarve me xhennet. Ne e duam shumë Aliun, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, por e duam atë ashtu siç ai ishte, shoku i Muhamedit alayhis salam. Dhe ne i duam shokët e Muhamedit alayhis salam sipas radhës. Pra i pari Abu Bekri, më pas Omeri, më pas Uthmani, pastaj Aliu, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Ndërsa shijat janë të ndarë në grupe dhe sekte. Pra çfarë e thot një grup, nuk e thot grupi tjetër. Ndërsa ne si Ahlus Sunnet e duam pra ashtu siç Aliu ishte në të vërtetë, dhe jo me te i kaluar siç kanë bërë shijat.